po sikur këtë muaj yje të ke një mesazh të fshehtë për xhepin tënd dhe për trupin tënd. Disa shenja do përballen me tundime financiare që mund t'i çojnë drejt suksesit ose humbjes, ndërsa të tjera do marrin një sinjal të fortë nga trupi i tyre. Ndrysho tani ose paguaj më vonë. A je gati të zbulosh çfarë të pret? Horoskopi, parat të shëndeti. Dashi, parat. Ky është një muaj vendimesh të shpejta. Ti je i njohur për guximin, por këtë herë universi të sfidon të mendosh 2 herë përpara se të investosh. Një mundësi e papritur mund të duket si shans i jetës, por mos harro. Jo çdo gjë që shkëlqen është ar. Kujdes me shpenzimet impulsive, sidomos ato që lidhen me luksin apo imazhin personal. Nëse ruan disiplinën, fundi i muajit mund të sjellë një surprizë pozitive. Shëndeti. Energjia jote është e lartë, por kjo nuk do të thotë që je i pathyeshëm. Stresi i fshehur mund të ndikojë në sistemin nervor dhe gjumin. Është momenti të gjesh balancën mes punës dhe pushimit. Aktiviteti fizik do të jetë shpëtimi yt, por mos e tepro. Trupi yt kërkon ritëm, jo vetëm intensitet. Demi. Parat. Stabiliteti është fjala kyçe për ty këtë periudhë. Mund të mos shohësh rritje të menjëhershme, por po ndërton një bazë të fortë financiare. Një këshill e rëndësishme. Mos u bë shumë kokfort me mënyrën si menaxhon parat. Ndonjëherë ndryshimi i strategjisë sjell fitime më të mëdha. Një person pranë teje mund të jap një ide të vlefshme, dëgjoje. Shëndeti. Trupi yt ka nevojë për kujdes më të madh, sidomos në lidhje me ushqimin. Ka tendencë për teprime, sidomos kur ndihesh emocionalisht i lodhur. Fokusohu te cilësia e ushqimit dhe jo vetëm te sasia. Ecja në natyrë dhe rutina e qetë do të bëjë mrekulli për ty. Binjak. Parat. Kjo është një periudhë lëvizjeje dhe mundësish. Mund të fitosh para nga burime të shumta, por rreziku është shpërqendrimi. Fokusohu në atë që sjell më shumë vlerë dhe mos u përfshi në shumë projekte njëherësh. Një komunikim i zgjuar mund të hap dyer që nuk i kishe imagjinuar. Shëndeti. Mendja jote është aktive, por kjo mund të çojë në lodhje mendore. Kujdes me ankthin dhe pagjumsinë. Praktika si meditimi apo thjesht shkputja nga teknologjia do të ndihmojnë shumë. Mos e neglizho trupin ndërsa ndjek idetë tua. Gaforja. Parat. Financat e tua lidhen fort me emocionet këtë muaj. Mund të shpenzosh më shumë kur ndihesh i pasigurt ose i stresuar. Është koha të vendosësh kufi dhe të krijosh një plan të qartë financiar. Një mundësi për të kursyer apo investuar në diçka afatgjat mund të dalë, mos e humb. Shëndeti. Shëndeti emocional është prioritet. Nëse ndihesh i rënduar, mos e mbaj brenda. Trupi yt reflekton emocionet e tua. Mund të ndjesh lodhje apo tension. Kujdesu për vete me dashuri. Pushim, ushqim i mirë dhe njerëz pozitiv rreth teje. Ëni. Parat. Ky është momenti yt për të shkëlqyer financiarisht. Mund të marrësh një shpërblim, rritje apo një mundësi që të vendos në qendër të vëmendjes. Por kujdes. Egoja mund të shtyjë të shpenzosh më shumë se ç'duhet. Mbaje balancën mes luksit dhe mençurisë financiare. Shëndeti. Energjia jote është e fortë, por mos e shpërdoro. Kujdes me zemrën dhe presionin emocional. Aktivitetet që të bëjnë të ndihesh i gjallë, si sporti apo arti, janë çelësi për mirëqenien tënde. Mos harro. Edhe mbreti ka nevojë për pushim. Virgjëresha. Parat. Detajet janë arma jote më e fortë. Ky muaj të jep mundësinë të rregullosh financat dhe të eliminosh shpenzimet e panevojshme. Mund të duket si një periudhë e qetë, por në fakt po ndërton suksesin e ardhshëm. Analiza e kujdesshme do të shpërblejë. Shëndeti. Perfeksionizmi yt mund të lodhë. Kujdes me stresin dhe tensionin në trup. Është koha të kujdesesh për veten jo vetëm fizikisht, por edhe mendërisht. Një rutinë e qëndrueshme dhe pak më shumë fleksibilitet do të ndihmojnë të ndihesh më mirë. Peshorja. Parat. Balanca është gjithçka për ty, por këtë muaj ajo vihet në provë. Mund të përballesh me vendime të vështira financiare. Të shpenzosh për kënaqësi apo të kursesh për të ardhmen, një bashkëpunim ose partneritet mund të sjellë fitime, por vetëm nëse vendos kufi të qartë. Mos u mbështet shumë tek të tjerët për vendime që ndikojnë drejt për drejt në jetën tënde. Shëndeti. Shëndeti yt lidhet ngushtë me paqen mendore. Konfliktet, edhe ato të vogla, mund të ndikojnë më shumë se sa mendon. Gjej kohë për qetësi, muzikë, natyrë ose thjesht momente vetëm me veten. Kujdes edhe me sistemin hormonal dhe balancën e trupit.
Akrepi. Parat. Ky është një muaj transformimi për ty. Mund të kalosh nga një situatë e pasigurt në një stabilitet më të madh, por vetëm nëse je i gatshëm të lësh pas zakonet e vjetra. Një investim i zgjuar ose një vendim i guximshëm mund të ndryshojë gjithçka. Intuita jote është shumë e fortë tani, besoi. Shëndeti. Energjia jote është intensive, por kjo mund të çojë në lodhje të brendshme. Kujdes me stresin e fshehur dhe emocionet e papërpunuara. Aktivitetet që të ndihmojnë të çlirohesh, si sporti apo shkrimi, janë shumë të rëndësishme për ty këtë muaj. Shigjetari. Parat. Liria është e rëndësishme për ty, por këtë muaj duhet të vendosësh disa kufi financiar. Shpenzimet për udhëtime apo eksperienca mund të rriten, por duhet të gjesh balancën. Një mundësi për të fituar para përmes një ideje kreative ose një projekti të ri mund të shfaqet, mos e injoro. Shëndeti. Ke nevojë për lëvizje dhe ajër të pastër. Trupi yt reagon negativisht ndaj rutinës së mbyllur. Aktivitetet në natyrë do të japin energji dhe qartësi mendore. Kujdes me dietën dhe mos e tepro me ushqime të shpejta. Britsjapi. Parat. Ky është një muaj serioz për financat. Mund të përballesh me përgjegjësi më të mëdha, por edhe me mundësi për rritje afatgjat. Disiplina jote është çelësi i suksesit. Mos kërko rezultate të menjëhershme. Ajo që po ndërton tani do të jap fryte më vonë. Shëndeti. Stresi nga puna mund të ndikojë në trupin tënd, sidomos në shpinë dhe muskuj. Është e rëndësishme të mos e neglizhosh pushimin. Edhe pse je i fokusuar në qëllime, trupi yt ka nevojë për kujdes dhe rikuperim. Ujori. Parat. Idetë tua janë të çmendura, por në mënyrën e mirë. Ky muaj mund të sjellë mundësi të pazakonta për të fituar para. Teknologjia, kreativiteti dhe mendimi jashtë kornizave janë avantazhi yt, por kujdes. Jo çdo ide është praktike, zgjidh me kujdes ku investon energjinë dhe parat. Shëndeti. Mendja jote është gjithmonë në lëvizje, por kjo mund të lodhë. Kujdes me stresin mendor dhe mungesën e gjumit. Shkëputja nga ekrani dhe një rutinë më e qetë në mbrëmje do të bëjnë diferencën. Parat. Intuita jote është shumë e fortë këtë muaj. Mund të ndjesh se kur është momenti i duhur për të marrë një vendim financiar. Por kujdes, emocionet mund të çojnë në zgjedhje jo racionale. Mbaje një ekuilibër mes zemrës dhe mendjes. Një mundësi e vogël mund të rritet në diçka të madhe nëse e menaxhon mirë. Shëndeti. Shëndeti yt emocional është thelbësor. Mund të ndihesh më i ndjeshëm se zakonisht. Kujdesu për vete me aktivitete që të qetësojnë shpirtin, muzikë, art ose kohë pranë ujit. Mos e neglizho pushimin. Paralajmërimi i madh i muajit. Ky nuk është një muaj i zakonshëm. Energjitë janë të paqëndrueshme dhe kjo do të thotë një gjë. Ose rritesh ose gabon shtrenjtë. Shumë prej jush do përballen me tundime financiare. Oferta të shpejta, fitime të lehta, vendime impulsive. Kujdes, këto janë testet e tua. Nëse vepron me emocion, humbet. Nëse vepron me qartësi, fiton. Në të njëjtën kohë, trupi yt po të jep sinjale. Lodhja, stresi, mungesa e gjumit, këto nuk janë rastësi. Janë paralajmërime. Strategjia e parave, për të gjitha shenjat. Mos investo nga presioni emocional. Nëse ndihesh i stresuar, prit. Krijo një rezervë sigurie. Edhe një shumë e vogël mund të bëjë diferencën. Shmang borxhet e panevojshme. Liria financiare vjen nga kontrolli, jo nga rreziku i tepërt. Mëso të thuash jo çdo mundësi është për ty. Shenjat më të favorizuara financiarisht këtë muaj. Luani, britsjapi, ujori. Shenja që duhet të kenë kujdes. Dashi, gaforja, peshqit. Strategjia e shëndetit, për të gjitha shenjat. Gjumi është prioritet, jo luks. Pa të gjithçka bie. Ushqimi është energji, jo vetëm kënaqësi. Çfarë ha sot e ndjen nesër. Lëviz çdo ditë. Edhe 20 minuta bëjnë diferencë. Mendja dhe trupi janë një. Stresi emocional, lodhje fizike. Shenjat me energji të lartë. Dashi, luani, shigjetari. Shenja që duhet të kujdesen më shumë. Virgjëresha, akrepi, ujori. Mesazhi final. Ky muaj nuk ka të bëjë vetëm me fatin, ka të bëjë me zgjedhjet. Yjet mund të tregojnë rrugën, por ti vendos nëse do ecësh drejt suksesit apo drejt gabimeve. Parat dhe shëndeti janë të lidhura më shumë se sa mendon. Nëse je i stresuar, merr vendime të këqija. Nëse je i qetë, krijon mundësi. Prandaj pyet veten,
Apo e kontrollon jetën tënde, apo po të kontrollon ajo ty.